Sa i përket librit të Nexhmetin Erbakanit, para se të kalojmë te trajtimi i kapitujve, unë po e shoh të arsyeshme që me ju fillimisht ta ndaj një pjesë të jetës së Nexhmetin Erbakanit, sepse dihet që sipas teorisë së sjelljes, faktori kryesor i cili ndikon në realizimin e një politike të caktuar është pikërisht karakteri i individit. Andaj edhe duke u nis prej këtij fakti, po du që t'i ndaj disa informata që ka të bëjnë me paraardhësit e tij, me edukimin, me ekolin që e ka pasuar familja e vet, dhe në këtë mënyrë ta kemi një panoramë më të plot për jetën e Nexhmetin Erbakanit. Jo vetëm Nexhmetin Erbakani si individ, por në përgjithësi në kulturën e turqëve musliman, në edukimin e gjeneratës së re përdoret metoda ushtarake. Çka po nënkuptoj me këta? Tek turqit musliman, jo vetëm që vartësi nuk mund të qëndroj këmbë mbi këmbë para e përorët të vet, por as infermieri para mjekut nuk mund të ulet e të sillet e të flet si don, as praktikanti para avokatit nuk mund të sillet do si do dhe pa pas kujdes, dhe krahas kësaj, as gjenerata e re që ka pretendime nesër mas nesër të ardhmen ta merr udhëheqjen e shtetit, nuk sillet në mënyrë të shkujdesur. Derisa po flasim për karakterin luftarak dhe përpjekjet sistematike të Nexhmetin Erbakanit për të luftuar me të keqen, sipas asaj që gjatë komunikimit një javën e kaluar e kuptova nga njerëzit e rrethit të ngushtë të tij, doli të jetë pikërisht profesioni babait të tij. Babai Nexhmetin Erbakanit i ndjeri ka qenë gjykatës në gjykatën e krimeve të rënda. Andaj edhe duke u nis nga ky fakt, sipas njerëzve të rrethit të ngushtë të tij, del se ballafaqimi me të keqen edhe luftimi i të keqes te Nexhmetin Erbakani si cilësi është ngjiz pikërisht për shkak të profesionit të babait të tij, sepse ai si gjykatës në krime të rënda, çdo herë në bisedat me Nexhmetin Erbakanin i thoshte se ne kemi detyrë ta luftojmë të keqen. Kjo është arsyeja pse Nexhmetin Erbakani deri në frymën e fundit ka qenë një njeri që e ka luftuar të keqen dhe nuk ka hesht para saj. Një prej karakteristikave për të cilën ja kanë zgjatur dorën Nexhmetin Erbakanit edhe jo muslimanët, pra edhe majtistët në Turqi, ka qenë suksesi i tij në shkencë, pra në inxhinieri. Madje në një bisedë mes tjerash Nexhmetin Erbakanit po i thuhet meqense të gjitha studimet edhe shkollimet i ke kryer duke e marrë vendin e parë në çdo lloj institucioni arsimor, pse nuk merresh me shkencë derisa si rezultat i këtyre përparimeve në shkencë mund të marrësh edhe çmimin Nobel. Aty Nexhmetin Erbakani po ja jep përgjigjen e cila vlen si udhërrëfyes edhe për neve sot. Dhe po i thot gazetarit, çka më duhet mu një çmim Nobel derisa populli im në një tokë e cila është përplot me pasurinë toksore eckëm zbathur dhe me barkun e uritur. Andaj edhe një prej njerëzve që e ka trajtuar çështjen e titujve shkencor dhe pozitën e tyre në formimin e personalitetit të njeriut është edhe Ibrahim Kallën, i cili para pak kohësh në një intervistë vitin e kaluar, më duket nëse s'gaboj, tha që titujt shkencor janë grada që vlen në ambiente akademike. Kur ne të dalim prej aty, askujt nuk intereson niveli ynë i shkollimit, por aty flet personaliteti ynë, flet qenja e njeriut që ndryshe, kur ajo është në originalitetin e vet, quhet edhe fitretullah, pra pastërti e cila vjen pikërisht prej Allahu xhalla shanuhu. Nëse e keni vrejt në kopertinë të librit ka uzaime, aty poshtë afër emrit është një fjali që autori ka pa të arsyeshme të gjendet, çka do që kanë bërë ka qenë për hir të Allahu xhalla shanuhu. Njerëzit të cilët kanë rrugtuar në kuptimin politik me Erbakanin, mes tjerash në kujtimet e tyre, qoftë kur janë në emisione televizive ose kur i mbajnë ditaret e tyre, thonë se
Nexhmetin Erbakani në fund të çdo mbledhjeje, një prej çështjeve, një prej muhabeteve që i ka hap për të diskutuar me njerëzit që i ka pas për rreth, ka qenë kjo. Kjo punë që e bënëm, është vërtet për hir të Allahu xhaleshanuhu apo mos ndoshta edhe pse jashtë vullnetit ton është infiltruar ndoj nën qëllim tjetër. Pra një prej çështjeve në cilat ka pas kujdes Nexhmetin Erbakani gjatë punës së tij, gjatë aktivitetit të tij, ka qenë ruajtja e qiltërsisë e pastërtisë së qëllimit. Sepse sado që angazhimi të jetë i drejtë, nëse sipas tij mund të ketë ndonjë devijim qoftë edhe i vogël në qëllimin që kemi, atëherë i humb bereqeti i punës. Kapitulli i parë i librit quhet Krijimi dhe njeriu. Edhe ajeti 21 i surës Dhariyat, i cili thot, a nuk po edhe në veten tuaj, a nuk jeni ka shihni, krahas këtij ajeti, jo vetëm te muslimanët si ne, por edhe te filozofët e Greqisë antike, maksima kryesore në të cilën i kanë thirrë njerëzit që të kenë kujdes, ka qenë njihe veten. Sepse përmes njohjes së duhur, së mirëfillt të vetes, njeriu e kryen misionin për cilin është krijuar. Duke u nisë nga ky fakt, kjo na jep neve të kuptojmë që Erbakani e ka pas një filozofi tjetës. Pse po them këto? Janë 3 pyetje kryesore të cilave përpiqet ti përgjigjet filozofia. Çka kemi qenë para se të krijohemi? Pse na ka kriju Zoti Allahu xhaleshanuhu neve këtë botë dhe çka do të ndodh me neve pasi që të ndrrejmë jetë. Andaj edhe duke u nisë nga ky parim, Nexhmetin Erbakani si një njeri i cili ka lind nga një familje muslimane, filozofi tjetër gjatë gjithë angazhimit, qoftë shkencor, qoftë ekonomik apo qoftë politik, e ka pas vetëm Islamin dhe asgjë tjetër. Kjo është diçka që për te deklarimeve është dëshmuar dhe me punën që e ka bërë Erbakani. Një prej çështjeve që ma tha autori që ka përgadit librin dhe që ka ndiku dhe ka bëje hon të madhe tek muslimanët në Turqi është shpjegimi i çështjeve shkencore me koncepte islame, jo me konceptet e Oksidentit. Për shembull, e dini që sipas ekonomisë, shtetet ndahen shtete të pazhvilluara në zhvillim dhe shtete të zhvilluara. Erbakani këto koncepte nuk i ka përdorur. Ai në vend se të thotë zhvillim ekonomik ose rritje ekonomike, e di që këto dallojnë mes veti, çka ka thonë Nexhmetin Erbakani ka përdorur fjalën bereqet. Për shkak se bereqeti është përtej zhvillimit, bereqeti është përtej shifrave, përtej statistikave. Madje, derisa flet për angazhimin që ne duhet ta kemi gjatë edukimit ose përgatitjes së gjeneratës së re, Nexhmetin Erbakani e jep një formulë e cila është të tillë. Ai thotë, nëse ne ja dalim banë që fëmijëve tanë t'ju tregojmë edhe t'i bindim ata që treshi halal është më i madh se pençshi haram, atëherë të Turqia edhe bota muslimane do të shkojnë përpara. Këto janë pra disa prej karakteristikave që kanë të bëjnë me botën mendimore dhe me mënyrën që ai e ka kuptuar rrethin, ai e ka kuptuar fenë dhe shkencën dhe pastaj ka vepruar sipas saj. Një kapitull tjetër që ka të bëjë me librin është kauza jonë për Islamin. Nexhmetin Erbakani angazhimet e veta i ka pas të shumë llojta, nuk i ka pas vetëm të një lloji. Çka po nënkuptojmë këta? Fillimisht ka qenë një prej inxhinierëve më të zot të makinerisë dhe është njoft në zbulimet e tij që i ka bërë në motorrat me djegje të brendshme. Pastaj angazhimin e tij nuk e ka lënë të kufizum vetëm në fushën shkencore, por atë e ka kaluar edhe në aspektin ekonomik, duke u antarësuar në odën ekonomike turke atje, me qëllim që ta jep kontributin e vet. Derisa po e them këtë, çka po nënkuptoj? Nexhmetin Erbakani, kur u antarësu në odën ekonomike turke, e dha kontributin e vet që të luftohej me gjithë forcën që e kishte Kamata, sepse Kamata ishte faktori kryesor që po e gërrinte prej brenda Turqinë. Madje
e formoi Rishtazi një odë ekonomike të muslimanëve, sepse atëherë në Turqi ishte oda ekonomike turke, ky e formoi në mënyrë paralele odën ekonomike të muslimanëve, e cila edhe sot në 2025 ende është aktive. Dhe aty janë të antarësuara bizneset që prodhojnë halal, bizneset që asnjëherë në jetën e vet nuk kanë marrë kredi, bizneset që janë të pastërta, as që pengojnë shami, as që pengojnë namazet, dhe bizneset që janë të pastërta islame. Kjo ka qenë pra një prej angazhimeve të Erbakanit në fushën e ekonomisë. Derisa Nejmettin Erbakan neve na tregon se çysh duhet ta kuptojmë rolin e islamit në jetën tonë, mes tjerash na thot kështu. Nëse ne si musliman, gjatë historisë, nuk do ta kishim zotru si shkencë gjeografin, si do ta njihnim orientimin në natyrë, e pastaj ta gjenim kiblen për ta falë namazin. Pastaj thot, nëse ne si musliman nuk do ta kishim njohur akustikën si deg të fizikës, si ka mundësi që në xhamit prej 5.000 apo 10.000 veta, jo vetëm që s'ka pas sistem zërimit, por nuk ka pas as rrymë as kohë, gjithë xhamati ka qenë në gjendje ta dëgjojnë zërin e imamit. Pastaj mes tjera thot se si ka mundësi që ne muslimanët ti kemi këto xhamia nga 500, 600 apo 700 vite që qëndrojnë kam kundrejt këtyre ernave, termeteve, vërshimeve, nëse ne nuk do ta kishim njohur inxhinierin si shkencë dhe atë ta vëmë në shërbim të muslimanëve. Andaj edhe, duke u nis prej kësaj, Nejmettin Erbakan na këshillon dhe thotë se muslimanët pavarësisht prej shkencës me të cilën angazhohen, ato duhet ta shohin vetëm si mjet në shërbim të islamit, jo ta adhurojnë shkencën si të tillë. Derisa po flasim për këtë, mes tjerash jep edhe shpjegime se çfarë roli jep shkenca, feja, çfarë roli jep shkencës. Çka po duhet të them me këtë? Për shembull, thotë se thikës feja ja jep detyrë për të prej bukën, për të prej letrën, ndoj pëlhur, e jo me to të mbytet njeri. Rrymës ja jep për detyrë që të ndriçohen këto llampadarët, që të funksionojnë gjanat elektrike në shtëpi, tash ti mbushim edhe veturat. Edhe jo njeriu tulet në karrikë elektrike dhe të mbytet përmes rrymës. Pastaj thotë që mjekësisë feja ja jep për detyrë që ta mjekoj pacientin dhe ta orientoj drejt shërimit, dhe jo që të bëjnë ndrim të gjinisë përmes mjekësisë dhe ta prish balancin që ka vendosur Allahu xhalla shanuhu. Duke u nis prej këtyre shembujve, Nejmettin Erbakan na këshillon duke na thënë se feja ka efekt moralizues te shkenca. Andaj edhe këto dyja e mbështesin njëra tjetrën, sepse njerëzit të cilët më shumti binden në vërtetësinë e islamit janë pikërisht studiuest e shkencave eksakte. Shkencat sociale, ata që merren me këtë punë din, janë shumë fluide, janë elastike, janë të hapura për koment. Në shkenca eksakte nuk e ki këta. Po sidomos mjekët edhe studiuesit të detave janë ata që mënyrën më të qartë e shohin ekzistencën e Allahu xhalla shanuhu. Kapitulli i tretë që ka të bëj, që është pjesë e këtij libri, fakt ka të bëj me fuqitë globale. Fakti se ekziston një kost, një shtresë e cila ka ndikim në nivel global tashmë është i pamohshëm, sepse ka pas kohra në cilat kanë thënë që këto janë teori konspiracionit, janë tërëllime, por jo. Ekziston një shtresë e tillë e cila ka qenë dhe ka ende ndikim në zhvillimet globale, dhe ata e nigrush njerëzish janë pak. Nejmettin Erbakan, për shkak nivelit të aktiviteteve të tij, sidomos në politikë të jashtme, po edhe në ato të brendshme, në kuptim të produktivitetit, njihet si antiglobalisti më i madh në historinë moderne islame. Kjo për shkak se ka ndërmarrë iniciativa që themelohen institucione të cilat janë paralele me ato që ne sot e njohim ndërkombëtare, por që në fakt në thelb janë të themeluara prej ateistëve, të cilët ushqejnë vetëm me satanizëm dhe nuk janë ndërkombëtare. Ato janë organizata të cilët njerëz me ndikim dhe me fuqi i kanë themeluar me qëllim që t'i kolonizojnë dhe t'i gërryjnë shtetet që kanë pasurinë më të madhe nëntoksore. Derisa po them këto, çka po nënkuptoj. Nejmettin Erbakani, një prej çështjeve në të cilat është fokusuar më shumë
gjatë politikës së tij të jashtme ka qenë krijimi i një bashkimi islam. Me qëllim nuk po them Unioni Islam se nuk është Shqipëria, është bashkimi islam. Për t'ia dalë në bankë saj, pika në të cilën ka pas kujdes Nexhmetin Erbakan ka qenë fillimisht thurja e raporteve me shtetet e lindjes së mesme, jo vetëm ato të familjes turke, për shkak se ka tendenca të tilla në kohën kur po jetojmë. Ai ka qenë për te kësaj. Ka thonë që nuk duhet kufizohemi vetëm shtetet e familjes turke, por duhet që organizimin dhe bashkëpunimin ta kemi në nivel islam. Pse po them këta? Qysh për Ademit a.s. deri në ditën kur do të ndodh kiameti, lindja e mesme karakterizohet prej 3 energjive të cilat i ka dhe që nuk i ka askush tjetër. Çka janë ato? 1. Energjia e pejgamberve, e cila ka përfunduar me Muhamedit a.s. 2. Energjia e naftës dhe tash 3. Energjia e diellit. Andaj edhe duke u nis prej këtij fakti, bashkëpunimet i para Nexhmetin Erbakan i ka pas me Egjiptin, pastaj i ka pas me Senegalin, i ka pas me Sirin, me Saudin, me shtete të cilat janë kryesisht ka mesdheu, ka lindja e mesme, për aty ku është burimi më i madh i energjisë për gjithë botën. Pikrisht duke e pas parasysh faktin dhe duke realizuar konferenca të tilla, sikurse që po e bëjmë ne sot, Nexhmetin Erbakan ka qenë faktor vetëdijsues jo vetëm për shoqërinë muslimane turke, por ka qenë faktor vetëdijsues edhe për shtetet muslimane përtej Turqisë. Çka po them me këta? Një prej deklaratave që ka ndikuar në pranimin edhe përthithjen e Nexhmetin Erbakanit nga shtetet arabe ka qenë deklarata e Muhammed Aliut Bokser, i cili mes tjerash ka thonë që i vetmi lider i cili mu si njeri me ngjyrë më ka përqafu ka qenë Nexhmetin Erbakani. Kur shtetet arabe pas kësaj deklarate kanë filluar që masa dhe qytetarët ta pranojnë më shumë. Për ndryshe, ata që e njohin shoqërinë turke, ata që e njohin strukturën sociale të shoqërisë turke e dinë që i vetmi musliman që ka respekt te antimuslimanët në Turqi është Nexhmetin Erbakani. Edhe majtistët, edhe ata që këtë jetën e kanë luftuar islamin në Turqi, qysh prej themelimit 1923 e këndej, edhe ata e duan Erbakanin dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që del dikush, qoftë majtist, qoftë ekstremist që janë partitë komuniste, të thotë diçka të keqe për Erbakanin. Thotë kemi të bëjmë me një figurë e cila është përtej kornizave të njerëzve që kanë mendime të përbashkëta. Çka thot Nexhmetin Erbakani për bashkimin e muslimanëve? Një prej çështjeve ku kritikon shumë fuqishëm Nexhmetin Erbakani është kjo. Ne muslimanët thot luajmë në ligën e 2 ose 3 ose 4, nuk po luajmë ligën e parë. Çka po nuk kupton me këta? Shkon shtetet arabe thot ne kemi kauzën arabe, duhet me u bashku arab mes veti. Pastaj shtetet turke e kanë të njëjtin qëndrim. Duhet që të bashkohet Azerbajxhani, Turqia, Kazakstani, Kirgizistani, Turkmenistani. Pastaj kalon në shtetet afrikane thotë ne duhet ta kemi Unionin Afrikan. Edhe ne shqiptarët e kemi mes tjerësh, duhet të kemi bashkimin e shqiptarëve. Nexhmetin Erbakani thotë kjo çështje është gabim. Kjo çështje po na lën mbrapa. Sepse kur ne si musliman nuk e kemi një nivel të tillë të vetdijes ku secili prej nesh fillon me ndi veten keq kur një musliman kudo qoftë nëpër botë e pson një dëm, atëherë thotë na nuk kemi më dalë prej kësaj gjendje në të cilën jemi. Llogaritni shtetet të cilat e kanë themeluar BE-n, kanë qenë shtete Anglia dhe Franca, kanë qenë shtete që me qindra vjet kanë luftuar mes veti, po e kanë po që nuk bën ndryshe. Përveç se themelimit të unioneve ose të bashkimeve, sikurse i thonë ata. Andaj edhe Nexhmetin Erbakan thotë që duke filluar me grupet vogla, pastaj duke dalë në media, duke i vetëdijsuar njerëzit e vendit në cilin të jetojmë, secili prej nesh obligim e kemi që muslimanët t'i vetëdijsojmë dhe t'i bëjmë ata që të ndinë shqetësim kur një musliman e pëson një dëm, kudo që t'jetë në përbotë, pavarësisht për gjuhës, ngjyrës, racës që jetë. Nëse është ai musliman, ne e kemi obligim të shqetësohemi. Ky është hapi i parë drejt bashkimit të muslimanëve, i cili është formula vetëm për dalë në prej kësaj gjendje në të cilën gjendime. Në kohën e perandorisë osmane, e kemi pas një realitet të tillë ku shtetet për shkak të pozitës
kanë pas edhe emërtime të ndryshme. Jo emërtime zyrtare jashtë atyre. Çka po nuk kuptoj me këta? Synimi i perandorisë osmane gjithmonë ka qenë Ballkani. Mirë po, Ballkani nuk ka qenë targeti, ka qenë vetëm fazë kalimtare. Sepse, sipas njerëzve që kanë ndërtuar strategji, sepse ndryshe s'mund të mbahej një hapësirë për 1.000.000 kilometra katror në atë kohë pa mjete e të komunikimit e pa aeroplan të shpejte. Atëherë çka kanë bë? Thotë shtetet e Ballkanit për perandorinë osmane e kanë pas pozitën e pararojave në mënyrë që të pengohet dominimi i evropianëve drejt qendrës, pra drejt kryeqytetit që ka qenë Edirne ose Stambolli, cilë do që të ketë qenë, se ka ndryshuar kryeqyteti. Pikërisht duke u nisë prej kësaj, Nexhmettin Erbakan na thotë, muslimanët duhet që detyrimisht të lirohen prej lokalizmave. Lokalizmi është thik që ne po ja ngulim vetes, sepse kur dikush tjetër ta ngul një thik, vjen dikush e largon. Po kur ne vetes ja ngulim thikën, aty nuk ka kush të na përmirëson. Andaj edhe mes tjerash, neve na thotë që kur të më kuptoni mu, as nuk do të keni një gjuhë që mund të rrihni prej hallit, prej dertit që e keni. Për këtë arsye, një prej çështjeve që ne duhet ta kemi parasysh për një njeriu i nivelit të tillë është që të heqim dorë prej lokalizmave, të heqim dorë prej grupeve, të heqim dorë prej emërtimeve, nënemërtimeve, sepse këto janë vetëm pengesa që ne shkojmë aty tje. Asesi nuk janë rrujtje e identitetit tonë. Një prej kapitujve tjerë në kuadër të këtij libri është kapitulli që ka të bëjë me Çiprën. Këtu do të ndalem pak më shumë. Shekulli 20 është shekulli në të cilin e dim që janë themelu krahas tjerave 3 shtete prej coptimit të shteteve tjera. Çka po nënkuptoj me këta? Në vitin 1930, për herë të parë Muhammed Iqbali, rahimullah, thotë që Pakistani duhet themelohet dhe muslimanët në Indi duhet ta kenë shtetin e vet. Pastaj Muhammed Ali Jinnah ka qenë ai që ka realizuar këtë ide. Por ideja e zotërimit të një shteti të muslimanëve që kanë jetuar në kuadër të Indis është dhënë prej Muhammed Iqbalit. Edhe teorikisht në nivel akademik, Muhammed Iqbali njihet si baba i Pakistanit. Nëse Allahu Gjellëshanuhu ta bën nasib që ti t'jesh parapris i themelimit të një shtetit muslimanëve, nuk ka mundësi që jeta jote me qenë standard si të gjithë tjerë. Ka këtu diçka më shumë që ty Allah e ta ka bën nasib një met të tillë. Kjo është sa i përket këtij Muhammed Iqbalit. Pastaj e kemi rastin e Çiprës. 1974 është viti në të cilin në Çipër Nexhmettin Erbakani, edhe pse ishte pjesë e koalicionit, pas kundërshtive shumë të mëdha me partnerën e koalicionit, ka hyrë në Çipër edhe musliman që e ndra masakra masive si të në Kosovë kanë pas, i ka pështu prej vrasjes. Kjo ka ndodhur 74. Kurse rasti i tretë, pra e ka nda Çiprën, e ka bërë Çiprën veriore në cilin jetojnë muslimanë. Rasti i tretë është Bosnia-Hercegovina, pra është rasti i Alija Izetbegoviçit. Edhe Alija Izetbegoviçi hiç ma lehtë se këta se ka pas, sepse këtu është fjala për 250.000 shehid vllazën tonë musliman që kanë ndruar jetë në Bosnje, edhe jeta e Izetbegoviçit, sikurse e Nexhmettin Erbakanit dhe Muhammed Iqbalit, nuk ka qenë më e lehtë dhe nuk ka qenë e zakonshme sikurse çdo kujt tjetër. Nëse shikojmë kohën ose angazhimin që e kanë pas Muhammed Iqbali me shokët e vet, para se të bëhet nasib themelimi i Pakistanit, do ta vrejmë një detaj që është vështirë mos me të rënë sy. Çka është ai? Muhammed Iqbali është edukuar dhe është shkollu në Angli. Mirë po, përkundër krejt atij degenerimi aq të madh në Angli, Muhammed Iqbali as namazin e natës nuk e kalon në Londër ku ka jetuar. Namazin e natës kurrë ka ikë. Në biografitë e tij, kjo është një detaj në cilën autorët e tërheqin vëmendje. Mirë po, derisa Muhammed Iqbali ka qenë poet, kjo na jep të kuptojmë që të bësh veprime të mëdha ose të kesh kauza të mëdha në nivel politik,
s'është patjetër t'jesh inxhinier, sikurse rasti i Nexhmetin Erbakanit, është vërtet që krejt miliarderët që jetojmë këtë kohë që jemi tashna, janë inxhinier. Mirë po, jo vetëm strukturat menduarit të inxhinierit çdo herë po sjell kësi ndryshimet mëdha politika, se në anën tjetër Nexhmetin Erbakani pra ka qenë inxhinier, por Ali Izetbegoviçi ka qenë filozof, Muhammed Iqbali ka qenë poet. Edhe këta njerëz për shkak të angazhimit tyre, Allahu xhaleshanu u ka bën nasip që t'i themelojnë shtetet e muslimanëve dhe t'i pështojnë muslimanët prej torturës. Njerëzit që kanë jetuar me Nexhmetin Erbakanin, gjatë javës së kaluar pata kontakte me njerëz që e kanë rrethuar atë punën e tij, po më thonë kështu. Edhe Nexhmetin Erbakani, sikurse Muhammed Iqbali, namazin e natës e ka pas pjesë të përditshme. Mirë po, këshilla që mas shumë t'ju ka dhënë shokëve të vet, bashkëpunëtorëve të vet, njerëz me cilën ka rrugtu ka qenë kjo, me ju largu të keqës, mos mi bë dëm tjetrit. Sepse sado që të bësh mirë, në xhennet Allah njeriu me mëkate se shtin, njeriu do të më pastru për mëkateve. Për atë arsyeve thot, njerëzit që kanë punuar me ta, vazhdimisht ju kishte thënë këta, rujini prej të keqës, rujini prej hakut njeriut, mos i bëni dëm kujt. Dhe kjo po më bën të mendoj që pikërisht duke pas një çështje të tillë dhe duke pas në fokus këtë pikë, Allahu xhaleshanuhu atij ja ka bën nasib që të jetë për atyne që e falin namazin e natës, i cili është pastaj hapje e horizonteve për suksese më të mëdha. Sa i përket Ali Izetbegoviçit, edhe me njerëzit që janë përrreth tij, gjatë javës kaluame kam bisedu në mënyrë që sonte të kemi informata më të plota prej dorës parë. Ata po më thonë kështu, namazin e natës, sepse ja kam bërë këtë pyetje, Izetbegoviçi e ka pas, rallëri ka ikë. Mirë po, çështja në cilën kishte pas kujdes, Ali Izetbegoviçi kishte qenë kjo, mos me i hub shokët që i ka përreth vetes. Shumë herë, ndoshta Gjana thotë që nuk i kishte duru dikush tjetër, ose ndoj pozit tjetër, veç pse i ka pas shok me të cilët ka hec, në të njëjtën kauz, ka hesht. Ndoj herë u bo që s'ka pa, ndoj herë u bo që nuk ka dëgju, sepse kjo punë nuk ecë ndryshe, kjo rrugë nuk zhvillohet ndryshe. Në njërin prej herëve, kur serbët e kanë liru prej burgut, ky Ali Izetbegoviçi po del prej burgut, po s'po shkon në shtëpi, ku po shkon në Zyrën, ku i kanë zhvilluar aktivitetet e tyne SDA-ja. Dhe po troket nder prej jashtë. Këta tjerë tash kohë e luftës, kohë të razirave, s'pe din kush ka mujt më ardh nator të natës, ishte ora po thot 10:30 i natës, njëri prej shokëve të vet po ky është Alia. Thot ku po din ti? Prej trokitjes derës po ja. Pra këta kanë pas shok të tillë që prej trokitjes derës e kanë ditë se apo vjen ajo, apo jo, kur e ka hap derën ka qenë Ali Izetbegoviçi. Andaj edhe nëse Allahu xhaleshanuhu qoftë Muhammed Iqbalit, qoftë Nexhmetin Erbakanit, apo Ali Izetbegoviçit, ja ka bërë nasib që t'jenë motorri i cili jep fuqi çlirimit të muslimanëve prej robërisë dhe themelimit të shteteve, kjo ka qenë pikërisht në saje të kujdesit që kanë pas për me ju largu të keqës, në mënyrë që Allahu xhaleshanuhu t'ja bëj nasib namazin e natës dhe përmes namazit e natës t'i hap horizonte dhe t'ja bëj të mundshme gjëra që nuk ja bën tjetër kujt. Nëse na vetëm kemi kujdes për t'ju largu të keqës, natyrisht që Allahu xhaleshanuhu na bën nasib me qenë të rregullt namazën, farzën, sunnete në vitër këto. Mirë po, me pas një jetë në të cilën rrallëherë ndodh me tik namazi natës, duhesh me qenë për atyre që insistojnë mos me bë keq. Jo vetëm me qenë refuzuesit keqës standard se gjithë tjerë. Sepse nuk ka mundësi na me pas një jetë si gjithë tjerëve, Allah më na bën nasib diçka që s'ja u bën nasib tjerëve. Një herë mu mes tjerë është një mik i joni, po më thot çka po punon, thash për kthyes jam, e tha ki ndaj objektiv, ndaj synim një jetë, po kam thash që kam një dy djeme, po mundohem që me eduku thash në qëtë frymën tonë. Tha ti kolla e bosh musliman, tha me rrok. Ti kesh milionat e kur Harami insiston më ardh te ti, atëherë mos jo afro Haramit e të shoh çfarë muslimani je. Andaj edhe nëse ne si musliman jemi pretendent për me dalë prej kësaj gjendjeje, jeta jonë nuk guxojmë të jetë sikurse e gjithë tjerëve, por duhet të jetë e tillë që dallon kuptim sakrificës për tjerëve,
qoftë duke ju largu të keqës, qoftë duke kam gull, mos më na ik namazi, që Allahu xhalla shanuhu më na i bon nasip gjanat që s'ja bon nasip tjerëve. Sa i përket çlirimit të Çiprës, e kam edhe një informat që ndoshta ju hyn punë. E kam sot vështirë me vërtetu si informat për njerë që më ka thonë është i besueshëm. Viti 2003, pranverë, dita e çlirimit të qytetit Girne në Çiprën Veriore, një 5-6 student prej Shqipërisë, Dianeti i Turqisë, po i merr dhe po i dërgon në Girne, në Çiprën Veriore, që ata të marrin pjesë në shënimin e ditës së çlirimit të qytetit Girne. Pasi që po e falin xhumon, ka qenë ditë e xhumon, pasi që këta po e falin xhumon, po i shëtisin ato varrezat e dëshmorëve në qytetin Girne. Kur këta duke bisedu shqip mes vete, po vjen njënin për tyne po e prek në krah një plak. Thot, ju a shqip po folni? Me shqipet Kosovës kjo. Po thot në shqip. Ti çka po bën këtu? Thot, që unë po ju jap njerëzit që po vinë me i vizitu këto varrezat, po ju jap kësi piskota e llokuma për shpirt djalit. Kush është djali yt? Thot, në 74-ën, thot, unë me djalin tem kemi ardhur me luftu krahas Erbakanit këtu në Çipër, për me mbrojt muslimanët, dhe djali jem ka ra dëshmor, andaj edhe shteti thot ma ka ndërtuar mu një shtëpi këtu dhe ma ka mundsu një penzion si nënë e dëshmorit, edhe unë po masi ka ra djali jem dëshmor për këtë vend, unë kom vendos me jetu këtu. Ajo e kishte emrin Fatime e Prishtinës, që turqit i thënë Fatma, edhe që në ditarin e vetë kjo njeri që ma ka transmitu mu këtë rastin, i kishtë shkruar me datë, me kohë, me vend, me gjitha. Pra, çështja e çlirimit të Çiprës Veriore, çlirimit të muslimanëve prej dhunës së grekëve, po e shohim që ka pas aq i ehon sa që i ka prek zemrat e njerëzve që janë edhe këtu në Prishtinë edhe kanë shkuar atje ka ra dëshmor. Këtë informat thash nuk kem gjendje unë me vërtetu mirë, po njeriu që ma ka thonë mu këto i kishte këtë dhënat në ditarin e vetë. E kam edhe një pjesë shkurt që ka të bëj me këtë industrializimin edhe po e përfundoj. Ma boni Allah se kum zgjatë e di. Një prej elementeve që e fuqizon pavarësinë e një populli është pikërisht prodhimi vendor. Mirë po, Nexhmetin Erbakani, në konferencat e veta që i ka marrë, qoftë me akademik, qoftë me biznismen, qoftë me njerëz politikës, kur nuk ka thonë Turqia duhet të industrializohet. Pse? Ose, çka ka thonë tjetër nëse këto jo? Nexhmetin Erbakani ka thonë që Turqia duhet ta zhvillojë industrinë e rëndë, jo vetëm industrinë. Çka është tash dallimi mes këtyre? Ta zhvillosh industrinë, do të thotë të kesh makineri të prodhosh diçka. Ta zhvillosh industrinë e rëndë, do të thotë të kesh fabrika me të cilat i prodhon makinat të cilat i duhen fabrikave tjera. Sepse nëse mbetemi në nivelin e industrializimit dhe kemi nevojë që me i prodhu gjonat elementare duke i ble makinat për tjerve, kurdo që kanë dëshirë tjerë të mujnë dhe mos me të shit ato makina. Andaj edhe për të pas një pavarësi edhe më të fuqishme, Nexhmetin Erbakani çdo herë në konferencat e tij thotë, ne duhet ta zhvillojmë industrinë e rëndë. Ne duhet bëjmë fabrika që prodhojnë fabrika. Sepse vetëm këtë mënyrë ato fabrika që i prodhojnë nevojat tona elementare nuk do të jenë varuna prej tjerëve. Ky edhe është një prej treguesve që neve na jep me kuptu se niveli i largpamësisë e Erbakanit nuk ka qenë sikur se tjerët. Dietarët islam të shkencave të besimit kësaj i thonë feraset. Feraset do më thonë me pa me sytë e zemrës ose me pa përtej asaj që duket me sytë tonë si me sytë tonë fizik. Kjo është paka shumë ajo që mendoj se na si shqiptar musliman këto është mirë ta dim për Nexhmetin Erbakanin. E di që është shumë pak njerëzit që kanë jetuar me ta, kanë shumë çka të thënë mirë, po unë se kum shkruar librin vetëm përkthy, andaj edhe kaq krejt ajo që mund ta them. Faleminderit që më dëgjut. Ma boni Allah.